Letra që sekretari i përgjithshëm i OKB-s i dërgoi udhëheqësve të Kosovës dhe Serbisë, do të kuptohet se roli i Umnikut, megjithse nuk do të fillojë të bjerë, megjithse do të fillojë të bjerë, nuk do të shuhet. Një ndër pikat e paraqitura në letër është edhe çështja e marrëdhënieve të Serbisë me serbët e Kosovës. Sipas disa analizëve, Bashkia Ndërkombëtare ka pranuar në një farë mënyrë qeverisjen serbe në veri të Kosovës dhe e ka të vështirë tani që ta kthej procesin prapa, duke bërë që integrimi i serbëve të Kosovës të jetë sfida më e madhe për udhëheqjen kosovare. Kolegu ynë Ilir Ibrahimi bisedoi me analistin Daniel Server. Serbët e Kosovës e pritën shpalljen e pavarësisë me protesta dhe me një radikalizim të mëtejshëm të gjendjes në pjesën veriore. Administrata ndërkombëtare nuk arriti asnjëherë të vendosë pushtet të plot në këtë pjesë të Kosovës. Kur serbët e Mitrovicës morën nën kontroll gjykata dhe kur autoriteti ndërkombëtar reagoi për t'i rimarrë ato, situata përfundoi me gjakderdhje. Letra e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon, edhe pse parashikon rënien e rolit të UNMIK-ut, lë shumë pa qartësi se si do të arrijë të vendosët pushteti i Republikës së Kosovës në veritë e saj. Analisti Daniel Server thotë se kohët e fundit shohim një konsolidim të mëtejshëm të ndarjes së veriut të Kosovës. I think we're seeing a de facto partition consolidated. Tani jemi duke parë një ndarje de facto të konsoliduar. Është e qartë se Moska dhe Beogradi po përpiqen të arrijnë një gjë të tillë dhe kjo është shumë për të ardhur keq, sepse në një mënyrë apo tjetër kjo do të sjellë probleme dhe dhunë. Por një ndër argumentet kundër ndarjes ka qenë se shumica e serbëve jetojnë në jug të lumit Tiber dhe një shkëputje e veriut do ta lindte shumicën e serbëve të Kosovës nën qeverisin e Prishtinës. Yeah, I think it's quite clear that Belgrade has never. Është shumë e qartë se Beogradi nuk e ka vrarë mendjen kur për shumicën e serbëve dhe është i gatshëm që pak a shumë ta braktisë shumicën serbe në Kosovë. Kjo është e çuditshme sepse jo vetëm që shumica e serbëve jeton në jug të lumit Tiber, por edhe shumica e monumenteve serbe janë në jug. Një problem tjetër, thotë zoti Server, është lugina e Preshevës, sepse shqiptarët atjeshe mund të marrin shkas nga realiteti i veriut të Kosovës dhe të bëjnë të njëjtën gjë. The real problem, though, in my mind, is southern Serbia. Problemi i vërtet për mendimin tim është Serbia jugore dhe mundësia që shqiptarët ekstremistë të marrin si shembull Kosovën e veriut dhe të ndërmarrin hapa të njëjtë. Kjo do të ishte për të ardhur keq, sepse do të çonte në rifillimin e dhunës në Ballkan. Rusia, thotë zoti Server, e cila i shiti Serbisë të drejtën e vetos në Këshillin e Sigurimit në shkëmbim të një pjese të mirë të sistemit serb të energjisë, vazhdon të ketë një ndikim të madh në Beograd. Ai thotë se Rusia duhet të shfrytëzojë këtë ndikim për të stabilizuar Ballkanin. Por si mund të ndikonin vendet perëndimore që Rusia të mbajnë një qëndrim më konstruktiv? Vetëm nëse do të ishin të gatshme të paguanin diçka. Në këtë situatë ndërlikuar, thotë analisti, udhëheqësit kosovar duhet të përqendrojnë vëmendjen në gjërat që janë me të vërtetë të rëndësishme për qytetarët, si vendet e punës, zhvillimi ekonomik dhe përgjithsisht një jetë më e mirë. Për sa u përket serbëve të Kosovës, zoti Server thotë se Prishtina duhet të vazhdojë të mbajë derën e hapur dhe t'i bëjë ata të pranojnë shtetin e ri. Për Zërin e Amerikës, Ilir Ibrahimi, Washington.